personalisht nga natyra edhe profesionet që bëj këto ping-ponget ose pop politik, si që keni quajtur dhe ju gjej disa herë në lidhje me diskutimet e dy figurave të rëndësishme që duhet të ngjallin besueshmërinë publik, të bëjnë batuta me njëri tjetrin, personalisht e quaj për një gusto jo shumë të rafinuar. Kjo do të thotë që edhe elektoratit që i referoheni parimisht, si ju dhe zoti Rama, nuk e përjashtoj as atë, kap një lloj elektorati që është lehtësisht i manipulueshëm dhe që gajaset, ma kaloni termin, me batuta që ju shkëmbeni me njëri tjetrin. Por, duke u nisur nga figura juaj dhe e kaluara juaj politike, mbi të gjitha me një barë dhe trashëgimi politike të rëndësishme siç është Partia Demokratike, kam përshtypjen që kjo lloj zbritje në atë që është fusha e lojës së Ramës, që ai dita lozi perfekt për sa i përket batutës, juve ju heq nga ai fokusi kryesor që ju përmendët, antikorrupsioni. Hajta diskutojmë si do ta bëni. Vetingu politik. Shumë i rëndësishëm në 2017 ju e keni artikuluar dhe kishte një element të mirë nëse do të artikuloj, ndoshta për mendimin tim në nivel pak më elitar. Po kjo është diskutim tjetër. Dhe pjesa tjetër ju flisni për njësinë e pastrimit parave dhe pjesën e sekuestrimit të tyre. Që dhe kjo ha një lloj diskutimi. Të gjitha këto lidhen me spakun sot. A nuk do t'ishte më mirë që përveç një batute 313, ku i ke shokë që ndoshta duket si ato çunat e Tiranës dikur në përbordura, të ishit më të strukturuar dhe për t'i çuar mesazh njerëzve që të rikthehet besimi tek ju si figurë politike? Absolutisht po, Eneida. Dhe po të hapësh Facebook-un tim, do të shikosh që ke një mesazh përgjigje zakonisht Edi Ramës dhe ke me 10 angazhime tjera politike, programore, ku trajtohen me seriozitet plot, jo tani, po tash prej një qershorit nga ana programore, programi antikorrupsion, me gjitha aspektet e veta, me programin ekonomik, me programin për të përndjekurit dhe pronarët, për familjen, për sipërmarrjen, për taksat. Por, deri më sot, deri këtë javë, askush nuk u kujtua, thoshte Basha pas ka program, Euroatlantikët pas kanë program, pas ka një ofertë për shqiptarët, pas ka një substancë, jo, vetëm një moment, pas ka një substancë për të ofruar. Tani, të vim pak të krahasimi.